Po. Vetëm të mbyllet pak ajo dera. Unë pa deleu. Tu ngjatjeta të gjithëve? Në respekt të gjithë njerëzve që kanë ardhur dhe kanë lënë gjithë angazhimet e tyre për nderuar sot edhe ditëlindjen e Zotit Namik Dokle, por edhe për urimin e librit, është më mirë të respektojmë orarin dhe të nisim këtë aktivitet që unë jam shpresë plot do dalë një gjë shumë e bukur. Kështu që le t'ja nisim. E nderuar Akademia e Shkencave e Shqipërisë, të nderuar kolegë, studiues, miq të letërsisë, të nderuar gjithë pranishëve, jam shumë emocionuar, jo vetëm për shkak ditëlindjes së Zotit Namik Dokle, por shikoj që këtu ka një bukuri personalitetesh, që ku ka më bukur se sa të mblidhen për një arsye kaq madhore siç është lindja e një libri. Shumë faleminderit të gjithëve që jeni sot të pranishëm. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që mos pari si një lexuese e hershme dhe e përkushtuar e krijimtarisë së Namik Dokles, të kem privilegjin të moderoj këtë aktivitet veçantë në ambientet e Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Ky takim nuk është thjesht një ngjarje institucionale apo thjesht një prezantim i zakonshëm letrar, por përfaqëson një moment reflektimi kulturor dhe intelektual mbi një krijimtari që prej dekadash ka lënë gjurmë të thellë në zhvillimin e letërsisë shqipe bashkëkohore. Sot, sikurse ju thash edhe pak më herët, nuk jemi mbledhur vetëm për të prezantuar një libër të ri, por jemi mbledhur për të shënuar një moment të rëndësishëm në jetën dhe krijimtarinë e një prej zërave më të veçantë letrave shqipe, i cili sot feston edhe 80 vjetorin e tij të lindjes. Namik, unë urimin tim ta dhash në mëngjes, në formë krejt private, por do të më lejosh ta them urimin edhe këtu në mes gjithë miqve tu të ngushtë. Do të uroj ashtu si që urojnë edhe arbreshët, rrofsh sa buka dhe sa vena. Ky përvjetor domethënës përkon edhe me një dhuratë të re për lexuesin e Namikut të përkushtuar ndër dekada, librin më të fundit, pjesë e sagës së tij letrare, Saga e Gorës, një cikël rrëfimor që tashmë është ndërruar në një univers të mirëfillt narrativ brenda letërsisë shqiptare. Në krijimtarinë e tij, Namik Dokle ka arritur të ndërthurë në mënyrë të natyrshme dhe organike historinë, kujtesën kolektive, identitetin kulturor dhe përvojën individuale njerëzore. Sigurisht që sot bashkë me ne do të ketë fjalën për të folur më hollësisht edhe për veprën për cilën jemi mbledhur, por edhe në përgjithësi për krijimtarinë e Namik Dokles, do të kem zotin Agim Baçi, zotin Bahar Gjoka, zotin Vasil Tole, dhe nuk kam ndërmend të merrem me analizën e thellë për t'ia u lënë pikërisht specialistëve dhe profesionistëve këtë gjë, por gjithsesi dy fjalë kjo sag i meriton. Në këtë perspektivë, Saga e Gorës nuk është një projekt letrar i rëndësishëm në planin estetik, jo vetëm,
Ajo mund të shihet si një kronik narrative, një hapësire kulturore dhe historike, ku tradita, identiteti dhe transformimet e shoqërisë shqiptare ndërthure në mënyrë të ndjeshme dhe artistikisht të përpunuar. Përmes kësaj sage, letërsia bëhet një mjet për të rindërtuar kujtesën, për të reflektuar mbi historinë dhe për të ruajtur përvojën njerëzore në formën e saj më të thellë. Prandaj sot kemi kënaqësinë që jo vetëm të prezantojmë një libër të ri, por të ndajmë së bashku dhe një moment reflektimi për një rrugëtim të gjatë krijues, një rrugëtim që vazhdon të pasurojë kulturën tonë letrare dhe të ftojë lexuesin në një dialog të vazhdueshëm mbi historinë, kujtesën dhe identitetin. Pra në këtë kuptim, sot festojmë jo vetëm një përvjetor, por edhe vazhdimsinë e një zëri letrar që ka ditur të mbetet i gjallë, reflektues dhe thellësisht njerëzor në rrjedhën e kohës. E në ditën kur dëshira na e ka t'i dhurojmë diçka të paharrueshme për këtë përvjetor të veçantë, na Mikdokle thyen sërish rregullat dhe konvencionet dhe është ai që na dhuron sot një kujtim të veçantë në këtë ditë të shënjuar. Nuk do të zgjatem më, do të ftoja panelistin e parë, i cili është edhe zoti profesor i nderuar Vasil Tole, njëkohësisht kryetar i Komisionit Përhershëm të Arteve. Fjala për ju. Faleminderit. I dashur në mik, të dashur familjar, miq të zotit Dokle, të nderuar të pranishëm, mirë se erdhët në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në këtë përvjetor të shënuar. Kam kënaqësinë që të përshëndes këtë aktivitet në nderim të zotit Namik Dokle, shkrimtarit dhe kolegut tim të Komisionit të Përhershëm të Arteve në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, që me sa duket është ofiqi i fundit që ke në radhën e madhe të ofiqeve që ke mbajtur. Ky përvjetor i rëndësishëm i jetës tij e gjen atë me i botim të ri, atje ku dielli lind 2 herë, saga e Gorës. Nuk besoj se ka kremtim më të bukur ditëlindje se sa ky, libër për krainën dhe njerëzit e tij të origjinës, roman i kërkesave të larta ndaj vetes si artist dhe njeri publik, bilanc jete, dijesh e përjetimesh të gjithanshme. Më lejoni të them disa fjalë për trilogjinë e Gorës, nëse mund t'i drejtohemi shkurt kështu kësaj vepre të madhe. Trilogjia ka ruajtur në tërësinë e saj karakteristikat e një sage, në kuptimin etimologjik të llojit letrar, karakterin historik e legjendar, rrëfimin për fatin dhe për ndodhit e njeriut, të një familjeje, a të një fisi, a grupi etnik gjatë disa brezave. Duke nëntitulluar Saga e Gorës, autori përmbahet premtimit të llojit. Rrëfen në mënyrë epike, ka bazë historike të qartë, të mirë përcaktuar, duke gërshetuar elementet realist me elementet legjendare. Atje ku dielli lind 2 herë është një afresk i bukur e i pasur që përjeton artistikisht jetën e Gorës, për një periudhë kohore që shkon edhe përtej fëmijërisë së autorit, pasi kujtesa e tij njerëzore është vazhdim i kujtesës së të parëve të tij, të cilën mrekullisht e ka trashëguar nga vatra familjare, përmes historive të dëgjuara, përmes fjalorit dhe frazologjive tipike të zonës, përmes traditave e njohjeve më sistemore intelektuale. Kujtesa e fëmijës rrëfimtar, mendësia, vetdia dhe fizionomia e të cilit strukturon dhe materializon artistikisht librin e parë, që quhet Vajzat e Mjegullës, bëhet ndërgjegje ndërlidhse mes atyre që jetuan realisht Gorën në të shkuarën e saj dhe në mes të atyre që do të ngushëllohen duke përfituar, duke jetuar emocionalisht në habitatin e pasur të rrëfimeve të Namik Dokles. E thënë ndryshe, më tepër se një shekull jete e një treve me fat të trazuar, diktuar edhe nga luftrat ndërkombëtare, ndarë mes shtetesh të ndryshme me fizionomi të dalluar kulturore e historike, kjo vepër është tashmë monument letrar me ngjyra e pamje të gjallë nga pena e shkrimtarit. Vajza e Mjegullës çelet me episodin e vrasjes së Arushës dhe përfundon me pushkatimin e mësuesit i mbiquajtur djali i Shkodrës, zhdukja e eshtrave të cilit si për të përsëritur dhunimin pas vdekjes së poetit të madh. Me ndërtimin e Muranës, çdo ditë nga një gur sjell fshehur prej çdo kujt në nderim të tij, dhe mbyllet me vdekjen e nënës 300 vjeçare Majkës si bashkim vullnetar i saj me mësuesin, me qiellin, me yjet. Mes këtyre dy momenteve skajore që shënojnë territorin e veprës, teksti pasurohet me digresione të ndryshme,
me fragmente ditari, me shënime e mbi të gjitha me rrëfenja që zhyten sa në histori, si rasti për shembull i Sinan Pashës, deri në botën prallore, herë me idile dashurore, herë me histori individësh të zakonshëm që tek i mbrojnë doket, normat, kanunet e zonës, përgjaken, këputen, azjesohen, po aq shpesh sa edhe prej varfërisë së skajshme. Një institucion i ri hyn në këtë roman në jetën e banorëve të zonës, ashtu si kudo në Shqipëri, organizata, që nënkupton organizatën e partisë, me të cilën lidhen shpresat, ndëshkimet, projektimet shpirtërore. Organizata ka hijen e rënd, po shpesh herë rrëfejmet për të lehtësohen duke hedhur dhe penelata grotesku dhe humori. Libri i dytë i trilogjisë quhet Ditët e lakuriqve të natës, i cili ruan frymën dhe natyrën e librit të parë, po i redukton retrospektivat në histori e në pralla, në ngjarje të jashtëzakonshme. Libri nis me makinën e internimit që qëndroi poshtë dritares dhe përfundon me shpërndarjen e fletëve të raportit shkencor të profesor Rekës, mbi dheun e freskët të varit të një të riu që ka vdekur së fundmi edhe nga mungesa shkatrimtare e dashurisë. Subjekti është më i konverguar rreth një problemi të vetëm, qendror, sëmundja në mas, epidemia që ka rënë. Kjo një metaforë fuqishme e një bote që s'ka rini, që s'ka dashuri, që s'ka bukuri, pa vitalitetin dhe fuqinë për të rritëse të jetës që mbart vetvetiu mosha rinore. Pra, një botë pa gjysmën e saj, e cila është e lidhur prej natyre me delikatesën dhe me jeshin. Vajzat kanë shkuar aksioniste. Ky paradoks social i diktuar nga politika shtetërore sjell pasoja me formën e një aventure groteske për profesorin e ngarkuar të gjejë me kërkime laboratorike, me ekzaminime në terren, me mjete shkencore, origjinën e problemit, çrregullimin pandemik të zonës. Lirizmi, tragjizmi, po dhe absurdi komik i japin fizionomi origjinale këtij libri, kësaj pjese të trilogjisë. Pjesa e tretë quhet Gora pa zogj, që përmbyll sagën romanore, duke qenë një rrëfim për bashkëkohësinë tashmë, për një realitet social-politik që nuk po përmbyllet ende, tranzicioni pas viteve 90. Nëse në librin e parë kujtesa e narratorit fëmijë dhe kujtesa kolektive të çonin në ngjarje në tipa e karaktere të mbas luftës së dytë botërore deri në periudhën otomane, nësa në librin e dytë kemi një gjetje të jashtëzakonshme për dashurinë dhe rinin, në këtë libër kemi mozaikun e tranzicionit, ku lulëzojnë gjithfar veshjes e shfaqen plak të reja sociale, përkeqësime të psikologjisë njerëzore, por edhe vimësisë së jetës në trevat e të parëve të namikut në Gorë. Afresku është shumë i pasur, rrëfimi degëzohet dhe pasurohet me episode anësore që japin veprës edhe karakter etik, edhe karakter nostalgjik, edhe për mas poetike zakonore, dimension i përhershëm të ky autor edhe në vepra të tjera. Autori luan me sukses me simbolikën, kryesisht me simbolikën stigmatizuese dhe qesharake. Në librin e parë, simboli i pushtetit krahas organizatës bazë është veprimtari më i shquar i saj, i quajtur Stalin, nga bashkëfshatarët. Në librin e dytë që mbulon periudhën pasuese në historinë e Gorës së Shqipërisë, simbol pushteti është po ai, po kësaj ere i quajtur Skilja e Kuqe, kurse në librin e tretë, në mungesë të një simboli për bashkus, heroj qendror në kuptimin negativ të fjalës është i quajturi Çopur Çabraku. Pagëzimi i këtij personazhi me emër jo aq të përdorshëm, të kujton emrat e disa personazheve në prozat satirike të Dritora Gollit, me sa duket, Dokli ka një simpati të shtrirë deri në ndoshta ndikim nga miku dhe kolegu i tij letrar. Por, sidoqoftë, historia romanore nuk mbizotrohet nga e keqja, nuk modelohet nga prurjet e Çopurit, ajo pasurohet me dhjetra episode personazhe që ruajnë dinjitetin, e mbartin me krenari fatin e tyre e i japin veprës krahas pasurisë jetësore edhe thellësi morale, vlera të thella humaniste dhe ngjyra autentike etnozakonore të Gorës. Në mirëseardhjen e librit të ri të Namik Doklës, atje ku dielli lind dy herë. Ky ishte një parastrim mbresash i joni nga pozita thjesht e lexuesit, që nuk dëshiron të përzihet me terma teorike të një fushë tjetër arti, siç është letërsia fiksionale. Referuar edhe disa kolegëve të mi studius të lehtësisë, të cilët e kanë lexuar këtë vepër, mund të themi pa hezitim se ndihet fort dora mjeshtërore në kompozimin e kësaj vepre të pasur nga ana përmbajtësore, por dhe kristalizuar qartë nga ana konceptore. Harmonia mes pjesëve në plotësim e në kontrast me njëra tjetrën, ritmi, kadencat, crescentot, kontrapunkti e të tjera element gati universal
që njohin kompozimet artistike siç dëshmohen ndjeshëm në këtë vepër. Dhe për këtë arsye, krahas vlera e njohëse, ne besojmë se trilogjia Atje ku dielli lind dy herë, saga e Gorës, krahas lexuesve të zakonshëm, besoj se do të vazhdojë të tërheqë edhe më tej vëmendjen e studiuesve, kurreshtim profesionale të historianëve, letrarë dhe të kritikës sonë përgjithësi, duke mbetur për mendimin tim maja krimtarisë letrare të Namik Dokles. Edhe 100 i dashur Namik dhe ju falenderit. Profesor Tole, shumë faleminderit për analizën dhe për fjalën tuaj. Në fakt, në këtë aktivitet kemi edhe një përshëndetje të veçantë nga vetë botuesja që ka shoqëruar prej vitesh librat e Namik Dokles drejt lexuesit, zonja Irena Toçi, e cila sot për një arsye, për një angazhim krejtësisht ndërkombëtar për panajirin e librit që po zhmbahet tani që flasim aktualisht në Londër, në Mbretërinë e Bashkuar, nuk mundi të jetë e pranishme, por si një drejtuese dhe botuese që ka pasur një rol të rëndësishëm në sjellje në dritë të shumë veprave të rëndësishme të letërsisë shqiptare dhe në ndërtimin e urës mes autorit dhe publikut, përfshirë këtu edhe veprat e Namik Dokles, sot na ka përcjell një mesazh të saj për këtë përvjetor të Namik Dokles dhe për librin e ri. Do më lejoni ta lexoj. I dashur Namik, uroj që në këtë ditë të përvjetorit tënd të 80 të jesh i rrethuar nga dashuria dhe mirënjohja e njerëzve të tu më të afërt, por edhe adhuruesve të letërsisë tënde. Më vjen kaq keq që nuk jam aty, në festën e ditëlindjes tënde dhe të lindjes së librit tënd simbolik, aty ku dielli lind dy herë, kushtuar vendlindjes tënde Gorës. Së pari do doja të përgëzoja për njeriun e madh që je, për njeriun e përgjegjshëm që nuk i shmanget kurrë detyrës, por e kryen atë me plot përkushtim dhe përgjegjësi. Çdo detyrë që zgjodhe të bësh, apo jeta zgjodhi të ta ngarkojë për ta kryer, edhe ato të gazetarit, edhe ato të politikanit, edhe ato të publicistit, edhe ato të shkrimtarit, duke u ndalur te kjo e fundit të të falenderoj për letërsinë e madhe që shkruan prej më shumë se një dekade. Nuk di si ndodhi, por dëshmon edhe ajo, pikërisht këtë tipar tëndin kaq të veçantë njerëzor, aftësinë për të dashur me zemër dhe përgjegjësinë për të kryer maksimalisht mirë çfarë merr përsipër. E di sa i gëzohet çdo libri të ri, e di sa i gëzohet çdo mesazh që të vjen nga lexuesit e ty nga çdo pikë e globit dhe meriton si pakush të jesh i lumtur për çfarë krijon. Letërsia jote flet shqip në radhë të parë duke nderuar gjuhën që të dha suksesin, flet gjuhën e prejardhjes tënde për të nderuar pikërisht origjinën, por flet edhe në gjuhët më të mëdha të botës, duke siguruar kështu një nivel të nderuar në gjirin e letërsisë së madhe bashkëkohore. Gëzuar i dashur Namik këtë 80 vjetor, qofsh jetë gjatë e penë ndritur. Botimet to ena dhe unë personalisht jemi të mirënjohur për çdo moment të bashkëpunimit ton, me shumë dashuri Irena Toçi. Dhe fjalën do t'ja kaloja studiuesit dhe kritikut të njohur profesor Bahar Gjokës, i cili është dhe një ndër emrat më të përkushtuar të kritikës letërsisë shqipe, autori shumë studimeve dhe analizave mbi zhvillimet e saj ndër vite. Perspektiva e tij kritike dhe akademike do të na ndihmojë të kuptojmë më thellë strukturën, motivet dhe vendin që zë ky libër në kontekstin e letërsisë son bashkëkohore. Profesor Gjoka. Faleminderit. Përshëndetje, të nderuar familjar, miq, dashamir, lexues dhe të gjithë ju që jeni të pranishëm në këtë ditë të veçantë, jo vetëm për Namikun, por për leximin, për letërsinë, ndoshta edhe për qytetarinë, le të themi kështu. Në këtë ditë unë do të thoja diçka kam shkruar, diçka kam në kokë, por do të doja të përcjell më shumë një marrëdhënie emocionale, sepse është pak e vështirë të gjendet një ditë që të ketë dy gëzime. Gëzimi i parë është ditëlindja e Namikut, ose datëlindja si thuhet. Gëzuar, jetë gjatë. Ju ftoj një dorë të thiteni sa. Naturisht, unë interesin e kam të teksti. Ardhja e një libri të tillë është ngjarje jo vetëm për Namikun, jo vetëm për shpinë botuese, jo vetëm për letërsinë e këtij momentit, unë mendoj modestisht, them thjesht atë çfarë unë mendoj. Është ngjarje në kuptimin e letërsisë së sotme shqipe. Është një tekst që i ka të gjitha.
dështimet, gëzimet, madhështinë, idiotësinë që na karakterizon dhe shpesh, është nga ato situata ku autori ka ditur të mbledh gjithë nektarin, gjithë shka që në rrethon, dhe të ndaj me lexuesin, të ndaj tashmë në një trilogji, Saga e Gorës. Natyrisht, unë do të thoja që marrëdhënia ime si lexues me librat me shkrimet e Namik-Dokles ka qenë këtë rastësore, ka qenë viti 2013 kur në Teatrin e Korçës ndalohet shfaqja Shën Maria e Beratit. Pra censura është ende në kokat tona. Nuk kemi kaq të lirë. Ose bëjmë sikur jemi të lirë. Ai ka qenë një moment që unë nuk e njihja personalisht, dhe nga ai moment unë mbaj mend këtë gjë. Ka patur mbi ose rreth 80 reagime. Ishte e çuditshme. Si mund ndalohet një shfaqje? Pra, mendova këtë tjetër, po aty është janë ndalu dhe disa shfaqje në 73-shin. Madje një dramë është ndalu bashkë me dramën e të famshmit Petra Marko. Pra, nuk jemi në rastësi, jemi në vijimsinë e mediokritetit me të cilën ne duket sikur jemi të lirë. Në ndërkohë që veprimet që bëjmë janë të tilla që na shpesh na vënë në një situatë gati absurde, dhe sidomos viti 2015 kur botohet romani Vajzat e Migullës. Ajo ka qenë një ngjarje rastësore, por domethënëse. Sepse çfarë ndodhi? Namiku u kthye në letërsi, sepse ka qenë letërsi. Kemi parasysh, është një udhtim nga 71-shi. Vëllimi i parë me tregime i botuar në atë kohë kur linda unë, është një tregues i një marrëdhënie reale me letërsinë. Për të mos harruar pastaj botimin edhe disa vëllimeve të tjera dhe të dramatikës e kështu me radhë. Pra, Namiku ishte në politik, por në fakt ka qenë letërsi dhe ka hyrë në letërsi dhe ka mbet në letërsi. Dhe për këtë arsye, unë do të thoja që duke qenë në marrëdhënie me fjalën, është pak e vështirë ta gjesh një fjalë të gabuar, një fjalë më dyshse të zotit Dokle. Qoftë në momentet e pozicioneve politike, qoftë publicistit, por mua më intereson pjesa e letërsisë. Dhe duke qenë, do thosha në këtë situatë, dhe duke u ndalur te ky libër, unë do të thoja që ky libër ka nevojë për 2 lexime. Leximi i parë i secilit roman. Secili roman i botuar për që tashmë është saga, është i tillë që meriton vëmendje të veçantë. Pse? Brenda tablos së gjerë, atje ku lind dielli 2 herë dhe ka dhe një vazhdim ku hëna perëndon 2 herë, jemi në një marrëdhënie do thosha shpirtërore, të kujtesës, të përkujtesës, të mallit, të përmallimit, të vetëlindjes. Dhe nuk mendoj se mundesh pa pas të marrëdhënie të shkruash gjëra kaq të bukura. Thash ka nevojë për 2 lexime. Unë kam pas rastin të lexoj secilin nga romanet me radhë. Dhe në leximin që unë kam bërë këtyre romaneve, unë do të thoja që Vajzat e Migullës, duke e filluar me vrasjen e Arushës se kishte shkel kufirin, kulmi i satirës, kulmi i humorit, kulmi i goditjes, dhe pastaj me ikjen nga kjo botë të mësuesit, është, do thosha, është tabloja më e qartë se kush ishin, se çfarë kishin bërë, se çfarë marrëdhënie kishin me veten, kishin me jetën, kishin me ëndrat. Për të vazhduar, do thosha me lulet e skajbotës, që është e kësaj kohe që jetojnë. Mjafton ai detaj kur motra hap ark mortin dhe nuk është vllai i saj aty. Mendoni për një moment, çfarë kemi provuar, çfarë po provojmë, dhe mbase, çfarë nuk do të provojmë, që ne të kuptojmë se humanizmi është vënë në rrezik. Se njeriu është gati i kthyer në egërsirë, i kthyer, do të thosha, në një bish që ka përtin ëndra, jetë e kështu me radhë. Për të ardhur, modestisht, sipas mendimit tim, tek ditët e lakurimit të natës. Ky libër, i lexuar disa herë, i menduar disa herë, është nga ato raste që unë mendoj që është një vetdije e një pavetdije të llahtarshme. Do thonë, tërbimi vjen nga ndalimi i dashurisë. Vjen nga
do thosha, ndëshkimi që i bëhet asaj ëndre të takimit të dashurisë në dritare, me shkallë, kështu me radhë. Dhe aty ka një detaj, merri me mend. Zbret hëna dhe kërcen me bukuroshet e gorës. A ka gjë më të bukur? A ka gjë më të përsosur? A ka gjë më, do thosha, më magjike? Dhe jemi, do thosha, në një moment që unë, pavarësisht të shpreh mendimin se është gjëja më e bukur, nuk i ndan dot, sepse na vjen me botimin tashmë Saga e Gorës, ku të tre librat janë pranë e pranë. Pra, në këtë lexim tashmë të pranshëm, ne vëmë në dyshim atë gjykim që kemi pat kur i kemi lexuar veçanërisht. Them në dyshim sepse në fakt në letërsi por e dakord e aseson letërsi. Në letërsi duhet ta lesh të lirë secili, madje edhe vetvete. Sot të pëlqen, nesër edhe ndyshim. Pra, kjo është marrëdhënie reale me letërsinë. Dhe në të kuptim, unë mendoj që Saga e Gorës, Saga e Vendlindjes, me 3 libra, që nuk bëjnë asgjë tjetër, vetë se dëshmojnë marrëdhënien që ka shkrimtari me Vendlindjen, marrëdhënien që ka shkrimtari me dheun, marrëdhënien që ka shkrimtari me gjuhën, me legjendat, me gjithçka të bukur. Dhe në të kuptim, unë do të thoja që ky është një libër që na bën të kuptojmë që letërsia e sotme shqipe ka filluar të dimensionohet si e tillë. Kam parasysh këtë libër, kam parasysh veprat e Flutraçkës, kam parasysh veprat e Byron Graçit, kam parasysh veprat e Ben Lushit, pavarësisht ngjyresave që kanë secili dhe natyrisht 7 romanet e botuara nga 2015 janë një tregues që Namiku ka thënë shumë gjëra, por unë pres thot edhe gjëra më të bukura. Faleminderit. Nderuar studiues Bergjo, ka shumë faleminderit për analizën dhe për fjalën tuaj. Fjala tashmë do jetë për kritikun dhe për publicistin e njohur zotin Agim Baçi, me një përvojë të gjatë në kritikën letrare dhe në analizën kulturore. Zoti Baçi është një zë i rëndësishëm në interpretimin e letërsisë bashkëkohore dhe në dialogun mes autorit dhe lexuesit. Jam e bindur se kritika juaj sot do të sjellë një këndvështrim interesant mbi universin rrëfimtar. Spari e urime për autorit për vjetorin e tij 80 dhe jetë të gjatë të shëndetshme. Kur flet pas Vasos dhe pas Beharit, duhet t'i shkurtosh ca gjëra që kemi menduar, pastaj do të. Por meqense janë një pjesë e mirë e miqve që besoj se e vlerësonin e mi, unë do të them 2 pyetje për shkak. Pse ta lexoni këtë triologji? Ajo është një epope e mbjetesës së shpirtit njerëzor edhe në mes hunerës, atje ku ishte bota hiçit. Me Namiku në 2015 në botimin e librit të parë Vajzat e Mjegullës, kam pasur një debat, i thash ti ke një sfidë. Të më poshtësh Namik Doklen politikan. E ka bërë. Pastaj thash ke një sfidë tjetër. Të nxjerrësh Namik Doklen e panjohur të një njeriu që ka jetuar në një kohë ku të thënërit publike dhe të thënërit shpirtërore nuk ishin e njëjta gjë. Dhe po, me shumë vëmendje po ta lexoni, dhe si ta lexoni është një rrëfim i një 13 vjeçari dhe një majke gati 100 vjeçare për të thënë pafajësia dhe mençuria duhet vallëzonin patjetër në një botë për të mbijetuar atje ku vendoste shteti se cili do ishe ti, se ku do martohej dhe vajzat ku shtatzën më shumë, domethënë ishe mjegulla se sa barqet e nënave, ku fëmit plakeshin më shpejt po prap nga mjegulla dhe mbështeteshin nga mjegulla. Dhe për të bijuar pastaj me gjithë sakën ku mund të shkosh me vonesë për të marrë një vdekje, sepse vdekjen e ka marrë dikush tjetër, apo për të ndërtuar një urë, duhet të lidhësh marrëveshje me pse urë, duhet të lidhësh marrëveshje me djallin për ta ndërtuar. Çfarë është ura? Ura është gjithmonë për të shkuar te tjetri. E ke lidhur marrëveshjen me djallin apo me engjëllin për të shkuar te tjetri? Shkon për ta përqafuar apo për ta kundërshtuar? Shkon për të qenë pranë apo për t'i kthyer shpinën, shkon për ta patur armik apo për të bashkulltuar. Unë nuk e shikoj sagën e Gorës thjesht si Gora. Kush e lexon thjesht si Gora e ka lexuar gabim. Është si një Macondo që ka Markezi që as nuk e dim fare ekziston apo jo si fshat. Edhe Gora në fakt ekziston si fshat, po ne po ta marrim si lexues të tjerë, është Gora jon shpirtërore që Namiku ka ditur ta ruaj, ta sjell si një botë tërësisht shpirtërore me të gjitha rregullat
e fshatit ku jetojmë ne shpirtërisht, ku na duhet, është ai fshati njerëzve tonë të dashur që duhet ta ndërtojmë, dhe nëse nuk e kemi bërë, duhet ta bëjmë sepse kemi nevojë për to. Dhe Namiku ka mundur të ndërtojë pikërisht të gjë. Ta risjell si një epope e mbijetesës së shpirtit njerëzor që arrin të ndryshojë edhe në mes të errësirës, nëse njeriu ka dëshirë të shkojë diku shpirtërisht për të mbijetuar. Unë mendoj që saga Gorës është nga ato mbijetesat e forta që na sjell domethënë se si njeriu pavarësisht errësirës ka mundur të shikojë, të ruaj shpirtërisht dhe të mbrojë vetveten. Dhe ky kombinim i një rrëfimi të pafajshëm 13 vjeçar me një Michael që di se i thot gjërat dhe të risjell gjithë atë botë për të na thënë neve që njeriu ka qëndruar, nuk është rrëzuar. E ka mbrojtur vetveten kur ka anuar nga shpirtërorja. U than këtu, domethënë pavarësisht se para, domethënë ai cinizmi midis vrasjes së Arushës dhe vdekjes mësuesit që ishte fiks, domethënë kafshërorja dhe vdekja e mendimit që Dokle ka arritur ta përcjell në të gjithë sagën e tij, unë mendoj që është një libër që nuk kam mosh dhe për gjithë secilin për jush që vjen këtu për 80 vjetorin e Dokles, unë mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëjmë është ta lexoni ose do shikoni një Namik të cilin ndoshta gjithë secili për jush tek mund ta ketë njohur dhe e di shumë mirë, por te ky libër do ta gjej se sa i plotë është, se si ka ditur ta ruaj njeriu dhe njerëzoren, dhe unë e vlerësoj për këtë gjë që sjell në letërsinë shqipe, sepse nuk i përket Gorës, i përket gjithë shoqërisë shqiptare, dhe do gjeni aty elemente nga secili fshat, kudo që jeni ju, nga cili qytet i Shqipërisë që keni jetuar para 90-s dhe pas 90-s, do gjeni aty atë përshkrim të bukur të gjysheve tona, të prindërve tanë, të cilët kanë ditur ta ruajnë njerëzoren edhe në mes të errësirës. Faleminderit Namik për këtë lloj përshkrimi. Faleminderit gjithë. Faleminderit shumë edhe ti Agim për fjalën e përmbledhur shkurt mbi të gjitha, në mënyrë që sigurisht fjala në fund i takoj vetë autorit, ëmbëlsirës për sot. Është gjithmonë një moment i veçantë kur një shkrimtar flet për librin e tij, për historinë që e ka shtyrë ta shkruajë dhe për botën që ka krijuar në faqet e tij. Kam kënaqësinë të ftoj tashmë zotin Namik Dokle për të ndarë me ne mendimet e tij mbi librin, por edhe mbi gjithë rrugtimin e tij të gjatë letrar. Namik. Nuk besoj se do flas. Ka gjatë sa thua ti Majlinda, po. Do i bie më shkurt, sepse e para njerë shumica e miqve që janë këtu bashkë me neve dhe janë njohur pak a shumë me librat që unë kam shkruar, dhe ndërkohë ato çfarë u thanë, qoftë nga Majlinda, nga përshëndetja e Irenës, nga Behari dhe nga Agimi, janë si thosh një qati tjegullash për këtë sagën e time që kam shkruar, dhe unë nuk kam ndërmend t'i vej kasht për sipër kësaj qatije të bukur që bën këta dhe për cilën unë i falenderoj shumë përzemërsisht. Janë njerëz të cilët e kanë ndjekur me dëshirë dhe me kënaqësi gjithë krijimtarinë time, dhe natyrisht fjalët e tyre jo të sotmet, po të viteve të tëra që unë jam rikthyer në letërsi, më kanë shërbyer, më kanë nxitur, më kanë frymzuar, më kanë dhënë një hapësirë për të hyrë në letërsi në mënyrë serioze. Dhe ky vlerësim për mua është një nga vlerësimet që, si thosh, më jep kënaqësi pikërisht në këtë moshë ku sipas mirëditorëve njeriu kur mbush 80 vjeç nga pensionist bëhet plak. Ja. Kështu thot Mirdita. Jo Kora. Bukur. Ndërkohë, dua t'ju falenderoj shumë sinqerisht të gjithë juve që jeni, me aq sa munda të hedh një sy në sallë, shikoj pak njerëz që janë për herë të parë në një promovim të librit tim, sepse jeni ju që keni qenë gjithmonë bashkë me mua, pranë, si miq, si shok, si lexues, dhe që më keni respektuar dhe nderuar në çdo rast që
unë kam votuar në një libër apo e kam promovuar në një libër. Prandaj gjithë respektin dhe ndjeshmërinë njerëzore ndaj jush që jeni me të vërtet miqtë e mi. Dikur Behari e përmendi një dramën Shënmëria e Beratit dhe dikush më tha mos u merr shumë me të. I thash do merrem se për shkrimtarin çdo gjë që shkruan është fëmia i vet. Dhe qofse dikush sulmon fëmijët e mi, unë jam i obliguar shpirtërisht dhe nga çdo pikpamje për t'i mbrojtur. Kështu është edhe me librat. Dhe prandaj kur juve ju shoh këtu të gjithë bashkë me mua për për këtë libër apo për librat e mëparshëm, ndjej me të vërtet një respekt të jashtëzakonshëm dhe një falënderim e mirënjohje të pakufishme për secilin prej jush. Natyrisht disa e njoh më shumë, disa e njoh që në kohën kur kemi qenë student, disa e njoh në kohën që shkruanim shkrimet e para, në për gazeta, në për revista, disa e njoh nga gjithë jeta ime politike, e kështu me radhë, por në fund të fundit të gjithë juve me mua na bashkon një emërus, miq të njëri tjetrit. Dhe prandaj ju falenderoj shumë. Ndërkohë, unë dua të falenderoj shtëpinë botuese Toena dhe botuesen Irena Toqi, me të cilën kemi ruajtur një bashkëpunim të pandërprer. Dikur unë kam thënë që nuk e tradhtoj kur Irenën dhe jam i kënaqur që deri në moshën 80 vjeç që kam realizuar këtë premtim. Por në rastin e këtij libri, përveç botuesës Irena Toqi dhe gjithë stafin e shtëpisë botuese Toena, unë dua të falenderoj edhe shtëpinë botuese Onufri dhe botuesin Bujar Hudhri, sepse libri është botim i Toenës, por është shtypur me një cilësi jashtëzakonisht të mirë në shtypshkronjën e Onufrit dhe në kujdesin e drejt për drejt të botuesit Bujar Hudhri. Pra i falenderoj edhe ata me shumë kënaqësi. Dhe shoku Gramos në politik më ka mësuar kur fillon të falenderosh, mos thuaj emra se do harrosh ndonjërin dhe do i ngelet hatri për gjithë jetën. Kështu që nëse kam harruar ndonjë, i kërkoj ndjes. Por dua të bëj një falënderim të veçantë për Komisionin e Arteve në Akademinë e Shkencave, për kryetarin e këtij komisioni, profesor Vaso Tole, për dashamirësinë ndaj krijimtarisë time dhe për organizimin e këtij aktiviteti bashkë me shtëpinë botuese Toena. Unë kam dëgjuar her pas here bile Sherif Bundo, që është një miku im, sa herë që promovojmë librat e tij, përveç të tjerave ai falenderon edhe gruan. Dhe unë do falenderoja gruan, po me një kërkesë që vajzave të mia që janë këtu dhe mbesës time që janë këtu të mos i tregojnë. Por realisht e meriton, sepse që në tregimin e parë që kam botuar në vitin 1963, kur unë me bashkëshorten time ishim konviktor të njëjtit konvikt në Kukës, njeriu i parë të cilit ja kam dhuruar atë fletë reviste është pikërisht ajo. Dhe besoj se meriton në distancë t'i bëj një falënderim, megjithse një herë është zemëruar me mua dhe një libër e hodhi pa e lexuar komplet. Një pjesë të madhe të librave i ka lexuar që në dorëshkrim, po një nga librat duke e lexuar dhe unë s'di se ç'po bëja, kur shikoj librin që fluturoi nga divani, s'di se ku. Ç'pate, i thash unë, pse më vjedh dashurinë time dhe ja jep një personazh? Por krijimtaria e tillë është dhe dua të vi tani pikërisht te trilogjia, po edhe te librat e tjerë. Unë përgjithsisht, natyrisht çdo shkrimtar ka imagjinatën, ka laboratorin e tij krijues,
dhe secili mbështetet në disa realitete që ka njohur apo jo, po krijon natyrisht një botë të dytë, një botë krejt të re, por bazuar në një botë reale. Dhe nga kjo pikpamje unë besoj që librat e mi përgjithsisht janë të mbështetur në botën reale, madje në një pjesë të asaj bote që unë vetë e kam njohur në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe atje ku lind dielli dy herë është një vend ku unë jam rritur, dhe jam rritur që në kohën që e mbaj mend veten, pra se njeriu nuk e mban veten mend që në fillim, po vjen një moshë që fillon e kujton gjërat, dhe unë e mbaj mend veten që jam rritur në një vend ku dielli thuaj, sipas një legjende, që dielli lind dy herë. Sipas një legjende tjetër ku 3 vajzat zbritën hënën nga qielli dhe zbritën në lëmin e Vejselit, një Vejsel që dihej se kush ishte në fshatin tim, dhe vallëzuan me hënën, që yjet bien nga qielli dhe bien në prehrin e nuseve dhe u djegin prehrin, po njëkohësisht edhe u përshpërisin ëndra të çuditshme. Pra këto më kanë ushqyer mua, pra ky dialog i qiellit me tokën, apo i njerëzve me diellin, hënën, yjet, kanë qenë pjesa që më ka ushqyer gjatë fëmijërisë time dhe unë kam ndier veten të obliguar që ta bëj këtë gjë. Po edhe romanet e tjera që nuk përfshihen në këtë sagë, natyrisht atë burimin e parë e kam marrë nga jeta. Kohët e fundit unë kam botu një roman, Asnjë trokitje në qiell. Dhe ngjarjet e këtij romani, megjithse e përfundova në dhjetor të vitit kaluar, po ngjarjet e romanit zhvillohen në janar të këtij viti. Pra, ka një përmbysje. Por ama është një ngjarje, ose si më thënë, spunto në parë të kësaj ngjarje, unë e kam marrë nga dimri i vitit 2005. Të gjithë e mbajnë mend që ne kemi pas disa dimra të egër në 2005, pastaj në 85, pastaj në 2005. Dhe në 2005 mua më qelloi që me një helikopter të shkoja në një fshat midis Kurmneshit dhe Lurës për të çuar ushqim disa njerëzve që ishin izoluar atje dhe kishin mbetur pa asgjë. Dhe piloti i helikopterit tha, unë nuk e ul dot helikopterin atje poshtë sepse terreni është i tillë që nuk ulet dot. I thash, po mund ta mbash paktën në ajër 5 ose 10 minuta. 10 minuta dhe asnjë sekond më shumë, se pastaj bashkë me mielin, fasulet dhe makaronat, shkojmë edhe ne atje poshtë. Dhe ndaloj dhe ne me njëri nga ata shoqëruesit e mi është edhe këtu në sallë, i hodhëm ato ushqimet atje, por mua më ngeli imazhi i atyre njerëzve që dolën nga ajo shtëpi ku ishin të vetmuar dhe shikonin qiellin dhe çfarë do të binte nga qielli. Dhe ne njerëzit përgjithsisht gjithmonë e mbajmë syrin diku dhe presim diçka. Dhe vjen apo s'vjen, është pikpyetja dhe përgjigjja e jetës që secili prej nesh bën. Pra në këtë kontekst doja të thosha që çfarë është në librat e mi, besoj se është pjesë që të gjithë në një mënyrë ose në një tjetër e kemi jetuar. Natyrisht kuptohet që rregullat edhe hapësirat e letërsisë, të cilat Behar Gjoka dhe Agim Baçi i njohin shumë më mirë se unë, më kanë krijuar edhe mua mundësi që të manovroj me ngjarje të kësaj natyre, me realitetet të kësaj natyre, për të qenë më afër njerëzve, për të hyrë në një mënyrë ose në një tjetër në shtëpinë e secilit prej atyre që lexojnë libra. Kështu që s'dua t'ju mbaj më gjatë. Majlinda më përshpërit që thot disa kanë kërku fjalën të thonë në i fjalë, megjithse unë jam i mendimit që kur bëhet një takim për librat, duhet flasin vetëm shkrimtarët, po drejt që e morim që është 80 vjetorin, në base ndonjëri do të thot në i fjalë, le ta thot. Dhe unë prandaj po e mbyll këtu, duke përsëritur edhe një herë falënderimin më të sinqert, më të ndjeshëm, dhe me dashuri më të madhe për ju që jeni këtu. Faleminderit.
Shumë faleminderit Namik. Sot sigurisht dita do të nisë do të mbyllet me Majlinda, për gjithçka 12:50. 12:50. ke edhe 11 minuta kohë. Tani unë kur po merrja drejtimin në këtë tryezë, më kanë kapur disa njerëz nga xhaketat dhe më thoshin duam 2 minuta, vetëm 2 minuta. Tani unë nuk e di si do t'i menaxhoj. Nuk e di. Atëherë them unë se Po, patjetër. E keni të lirë vetëm kështu nga 30 sekonda. Profesor, Ulusi Ako është profesori im i materializmit. Dhe nga të gjitha leksionet që na ka dhënë profesor Ulsiu, Të nderuar, prit profesor pjesëmarrës. të të prezantoj profesor. ky është auditori me nivel më të lartë që kam provuar dhe shijuar në jetën time, brenda dhe jashtë shtetit. Ky auditor në Akademinë tonë të Shkencave është i denjë për temën që trajtojmë, për krijimtarinë e namikut tonë. Po edhe namiku është plotësisht i denjë për këtë auditor dhe për momentin. Namik Dokli, me këta arritje, sot, që përbër një kurorëzim të jetës tij, kriminalistik, politike, letrare, artistike, makar dhe shkencore, përbën shënon një krenari për trungun e tij Dokli, për kuksin e tij burnor, për Shqipërinë, për gjithë ne. Dhe për mua, si pedagog i tij, kur ai ishte 21 vjeç, unë vetëm 35. Dhe vitet që kaluan, këto 60 vite, namiku ishte në lartësinë qytetare dhe kombëtare të politikës, në vijën e parë avangard të këtyre ndryshimeve që ndodhen në Shqipëri dhe i përfaqësoi denjësisht. U thonin bashkë në Kukës për qëllimet të përbashkëta, për një ngjarje të Kukës. Unë si i organizat veteranëve, namiku si i organizatës së dëshmorëve që kishte deputuar. O pim kafe në rrugën e Kombit. O namik i thash, hajde te kjo organizata si motër, sepse Gjergj Velua e ka korracuar atë me Alfred Mojsiu, me atë profesor, t'ja lëm pak mundësinë e të tjerëve të urojnë. I studenti ime ma mbylli gojen, më tha, edhe një këtambarëshë, më tha, o profesor, tha, është organizatë e dëshmorëve ajo, tha, e qepa, kisha ashtu. Faleminderit profesor. Përshëndetjet e mia, i dashur namik, krenohem dhe unë me ti, sepse në piramidën e studentëve të mi, ka dhe profesora, ka dhe diplomat, Fatos Tarifa ka qenë edhe ambasador në Amerikë. No, ai. Profesor, shumë faleminderit. Po, Ti lë mundësinë edhe kolegëve të tjerë të thonë një që fjalë. përfaqëson Faleminderit. është pikë kulminore në piramidën. Faleminderit namik. Faleminderit. Faleminderit. Profesor Shefqet Hoxha ka një fjalë të shkurtër. Një urim, më saktë. Të nderuar pjesëmarrës të një tjeta, dola këtu për të përshëndetur ish nxënësin e shkëlqyeshëm timin gjimnazin e Kukësit. Zotin Dokle në 80 vetojnë e linjes dhe me rastin e botimit kësaj trilogje. Namik Dokle vjen prej një fisi të njohur dhe me kontributën rrethin e Kukësit. Për mu është pinjolli i asaj familje. Ka punu si gazetar
kryeredaktor, deputet në disa legjislatura, zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave, kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, romancier me shumë vlera, sidomos me zbulimin e temave nga kahina e tij. Tregimtar, mi gjitha, Namik Dokle do të mohet mend si polemisti nërmat shqumit e parlamentit shqiptar. Me këtë rast, i uroj shnet dhe pleshnit marë dhe suksese në punën kryuse, nërkaq edhe zojës së tij, zojës qefshere, bashkëqatare sime, të mençur, i uroj e asaj shnet e gjitha të mirat. Ju falenderoj. Faleminderit shumë profesor për urimin tuaj. Profesor Shevqeti është i vetmi nga mësuesit dhe profesorët e mi që më ka vu dysh. Kur sistemi notave ishte me 5 nota. Dhe e dini përse ma ka vënë dyshin? Se nuk e thoja mirë gërmën R. Një minut. Mos na bëj bete tani. Shoku Namik nuk na the. Ku ishe edhe ku je? Ja ku jam. Nuk kam lëvizur. As në spak, as arratisur. Ja ku jam, si që kam qenë 80 vjeç, mal me këmbë, gjurmë letrare duke lënë. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt ishte edhe urimi më i bukur dhe unë preferoj ta përmbyllim këtu të gjithë aktivitetin e sotëm, edhe një herë Namikut urimin ta thash, po ta përsëris edhe një herë, Rrofsh Savera dhe Sabuka. Shumë faleminderit të gjithë figurave të shuara që janë sot pranishëm. E çela këtë aktivitet do të ta përmbyll me të njëjtën gjë. Faleminderit sepse e di mirë që keni lënë angazhimet tuaja në këtë orar pune zyrtar. Kështu që dy fish, faleminderit dhe të gjithë pranishëve të tjerë. Namik edhe një herë, kalofsh sa më bukur sot.